Përshëndetje të dashur miqtë e mi, ja ku po ritakohemi sërish me mua Tirona Lilin sot në këtë ngjarje glamuroze. Do të ndaloj të flas për të madhen parashivisi Makun, mendoj që Cezari gjithmonë merr atë që meriton dhe pikërisht parashivia mori atë që meritonte. Qytetare nderi e Kavajës, vendi ku parashivia lindi, u rit, vendi ku e shfaqi për herë të parë ndjesin e këngës, talentin e saj, artin e saj, mori vlerësimin e merituar. Një natë kushtuar emrit të saj, një mbrëmje glamuroze ku edhe mori titullin zonja Parashivi, u shoqërua edhe ditën e sotme me një fest të organizuar nga Eltoni Liriani, Elvira Tata dhe të gjithë miqtë të afërt të paktë që Parashivia ka në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Në fakt, para se unë të transmetoj një video që kam shkëputur nga kanali zyrtar në YouTube i Eltonit, dua që të falenderoj Eltonin për besimin dhe për dashurinë të pakusht që i dha Parashivis, edhe pse ishte shumë e vështirë. Në fakt, Eltoni ka kaluar një fazë të rëndë në jetën e tij, por dëshira e madhe, respekti i madh, vlera e madhe që Eltoni konsideron për Parashivin e bëri Eltonin që t'jeti veçantë dhe t'i qëndroj pranë gjithmonë asaj gruaje që dikur e quajti nën. Sot Parashivia ka ëngjullin e saj më të mirë, sot zonja Elvira është më e lumtur se kur sepse vit për viti tashmë ato janë familiarizuar, po kori një sukses të jashtëzakonshëm dhe Eltoni vuri dorë pa marrë parasysh që të gjithë të tjerët vetëm premtuan dhe nuk realizuan asgjë. Unë dua t'ju sjell reagimin e zonjës Parashivis se sa bukur e ka pritur këtë moment. Ndiqni videon. Parashivisi Maku është gjithmonë kënaqësi të kem pranë. Sot është një ditë e veçantë, në fakt, sepse është sofra e Kavajës dhe kavajësit e tu duan që ti t'u japësh një përshëndetje. Është bërë gati një vit që kur dëgjova Fisnik Qosjen, një djalë aq i hishëm, aq i si zogi trembur, mori Eltoni Lirianin dhe i tha: "Çfarë mund të bëj për Parashivin, të lutem më thuaj." Edhe më ka ngelur në shpirt se gjithë këtë kohë që jam rikoperuar nga gjithë këto ngjarje që ndodhen, dua ta falenderoj për këtë nder të madh që më ka bërë sonte. Fisnik Qosja, të falenderoj me gjithë shpirt që më dhe mundësinë që të tregoj që jam kavajse, se mund ta nxjerrësh Parashivin nga Kavaja, po nuk e nxjerr dot Kavajen nga Parashivia. Dhe jam me ju me gjithë zemër, me gjithë shpirt, ju kam ndjekur edhe të gjithë progresin e madh, po unë kam filluar shumë thjesht në kopshtin Valgjel Thanasi me edukatoren time Ismete Kaplani, që më tha: "Hajde vije, këndoj një këngë." Kur isha në kopësht edhe Kozma Rusi me filharmonik tha: "E din atë këngën Qingji vogël, rrimen dushëm bem pa." I thash: "Po, e di, e mbaj mend se jam rritur në Lushnjë me gjyshrit e mi, edhe daja im Jovani mësonte fëmijët në shkollë, edhe ashtu mësova për herë të parë që të këndoja këto këngë të fëmijëve." Pastaj më morën më çuan tek Bujare Biturku, që ishte drejtoresha e fëmijëve të Kavajës, të Pallatit të Kulturës së Fatosave dhe Pionerëve, edhe ajo më prezantoi për herë të parë me maestron e madh Recep Asimi, se do ishte pamundur që Kavaja ta prezervonte këtë kulturë kaq fisnike, kaq të madhe, kaq botërore, se i ka rënjët në Stamboll, edhe muzika dhe dashuria dhe respekti që ne mbajmë për fenë, sidomos, ne besojmë në Allah, gjithmonë themi Bismillah. Unë kam pasur nderin të rritem me hallëzyrat e litin që e mori babën tim si jetim, që ngiste delet tek vllai i saj Ramazan Lushkja, edhe atje jam rritur duke bërë rroba, se ajo ishte rroba qepse, duke bërë rroba me hallën tim me zyrat e liti, që më mësoi për herë të parë çdo gjë që prekja, çdo gjë që haja, më thoshte: "T'i japim një falënderim Zotit. Bismillahirrahmanirrahim."
Pra shevi aty në atë sallë sot është gjithë Kavaja. Janë dhe artistat e Kavajës, është grupi karakteristik i burrave të këngës së Kavajës. Më korrigjon se e them gabim. Po, e se. E thash sakt. Çfarë përshëndetje dhe çfarë kujtimesh ke me ta? Aty e kisha tek Recep Asimi, ai kishte një magnetofon të vogël e vinte kështu në krah. Sapo kishte mbaruar konservatorin, shkëlqyshëm edhe ishte djalë i ri nga Korça, aristokrat, që merrte shkonte kodër më kodër, fush më fush, e gjente njerëz të thjeshtë, i thoshte, mban mend ndonjë këngë të vjetër, shpirtërore, se ne nga Kavaja nuk jemi si Shqipëria mesme, apo ne jemi si Rem Stambollin, ne kemi diçka që i bëjmë rigja muzikës, e kemi nga shpirti, nuk e bëjmë për para apo për famë. Kështu që kjo grupi i burrave, jemi mbledhur me Recep Asimin, kemi bërë këngë si Këndon Gjeli, Pika Pika, Muna ty ku dridhen qerret, Marak të bona, që u bën hite të mëdhaja se unë i këndoja dhe populloren dhe muzikën e lehtë kudo që shkoja. Sidomos në Gjakov, në Prishtinë, në Prizren, i donin shumë këto këngët që kur zonja e madhe Fitnet e Rexha shkonte dhe i binte darjes, edhe këndonte këto këngë të vjetra popullore. Ke mall për Kavajën? Po, është pjesë kush jam, që kur kam qenë në klasë të parë fillore tek Fiqeri Kurti, bashkë me vllajin tim Benin, shkonim në shkollë, edhe kisha një mësuese shumë fisnike, shumë të bukur, që më donte shumë, më mësonte si të sillem, si të isha tamam e edukuar, edhe në skenë, edhe jashtë skenës. So, i dedikoj shumë falenderim zonjës Terezina Levi. E bashkë me djalin e saj Davidin dhe me vajzën Flonjën, shkonim në prova tek Recep Asimi, tek Qemal Mehmeti, bashkë me bashkësorten Eglën, Shazet Eliti, Ibrahimi, të gjithë janë mësuesit e mi që vinin e votonin për mua, gjithmonë në për festivale çdo vit, që unë të fitoja, se nuk do isha kjo që jam, edhe pse jam në maj të New Yorkut, nuk do isha kjo që jam pa dashurin, respektin, edhe mësimet që më kanë dhënë të gjithë në Kavaj. Është një eveniment shumë i bukur, edhe vitin që kaloi do donim të ishim pjesë, apo jo? Po e shikonim sot në video, ishte... Po pam sofrën e kënduan beautiful, vërtet. S'ka ndryshuar asgjë, vetëm që jam shumë proud që janë integruar me shumë mas, si të thuash, nuk kanë dalur nga ajo tradita tamam sofra e Kavajës. Si ndihesh qyteti yt, Kavaja, merr si të thuash stafetën ose vlerësimin e parë kaq të madh që të bëjnë ty ata? Është vendlindja ime, guri rënë në vend të vetë, themi ne. Kështu që unë akoma jam kavajse, pavarësisht se kam kënduar kudo në Shqipëri, në botë edhe këtu. Prapë, ajo thelbi kryesor i njeriut, shpirti, nuk ndërron kur. Kështu që gjithmonë kudo që shkoj e përfaqësoj Kavajën me atë thjeshtësi, me atë ndershmëri, me atë kënaqësi që i ka dhënë kënga popullore të gjithë shqiptarëve. Kështu që i qofsha falë, si të them, djepit që më ka lindur e rritur Kavajës. Diçka të fundit, me përshëndetje të fundit? Ata janë duke kërcyer, duke kënduar, besoj se kryetari do thotë diçka të fundit. Po nuk jam atje, si kur t'isha atje do ishe shumë më mirë. Vitin tjetër shkojmë? Inshallah, kismet zotit.